keni ardhur tek unë. Ky është emisioni më i ri që ka startuar nga kanalin tuaj të preferuar në InTV Albania. Çdo të shtunë në orën 15:00 do të jeni me mua Ariolën. Por unë nuk do të jem vetëm, duke qenë se në këtë koltuk që duket shumë i rehatshëm në fakt, duhet të filloj ta rregulloj tani, do të kemi të ftuar shumë interesant. Të ftuar cilët do të na rrëfejnë diçka më shumë nga jeta e tyre, nga karriera e tyre, do të përpiqemi të zbulojmë edhe ndonjë detaj nga jeta personale sigurisht gjithmonë. Personazhet që ne i duam të dimë edhe se çfarë po ndodh me jetën e tyre. Kjo është studio ime, unë nuk dua të zbuloj të gjitha tani, nuk dua ta zbuloj se si do të jetë struktura e këtij programi, duke qenë se dua ta zbulojmë bashkë në këto 60 minuta që ne do të jemi në këtë transmetim të drejt për drejt në InTV. E rëndësishme është të theksoj se kush do të jetë e ftuara e parë. E ftuara e parë për ditën e sotme do të jetë një personazh që ne kemi parë në ekranet tona që në vitin 1991 kur ajo fitoi kurorën e më të bukurës Missit të parë, Miss Albania, Missi i parë shqiptar. Vazhdon të jetë ende edhe sot në ekranet shqiptare, ne e duam shumë në fakt dhe së fundmi e kemi parë edhe tek Dance with Miss si një antare jurie. Për këto dhe shumë të tjera do të flasim vetëm pas pak këtu me Valbona Senimllari. Të e mora unë, se së shkojnë të dyja. Jo, mere, se të Se shkone. kjo gria me këtë kishë, është... Bona, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Mirë se erdhe tek unë. Në fakt, tek unë e kemi menduar të quajmë këtë program, është shik egoist, kështu si emër. Po. Më pëlqen ideja kur njeriu është e di çfarë është, çfarë përfaqëson, edhe nuk është modest ndonjëherë. Bona, akoma të thonë Miss Shqipëria, je Missi i parë shqiptar, si të bën të ndihesh kjo gjë? Po fati, unë them është fati, se unë nuk mendoj që jam misi më i bukur që ka pasur Shqipëria. Jo, kjo është e vërtet, është absolutisht një vërtet e pastër. Por fakti që unë i kam qëndruar në televizion, i kam qëndruar kohës, sepse dhe puna më ka lidhur me ekranin, mendoj që më kam mbajtur akoma dhe njerëzit më kujtojnë. Por ka disa që janë vajza mbas meje, si Lorela, Ygerta, Monika. Nise Ygerta merret me televizionin, por Monika dhe si Lorela për shkak të merret. Po bona, po sa të kanë ndihmuar për shembull kurora në jetë për të arritur gjërat e tua, gjërat që ti ke dashur të bësh? Unë do të gënjesht të tosha që s'më ka ndihmuar, se gjithçka ka rrjedhur si rrjedhoj e kurorës, pa diskutim. Mirë, po unë e kam mëndëruar televizionin që kur kam qenë e vogël. Vërtet? Po, do me thënë, para se të bëhesh amis, unë kam shkuar në televizionin shqiptar dhe kam bërë 2-3 prova për prezantuese. Nuk është e ndrita shumë, por do me thënë e kam pasur televizionin, kam dashur gjithmonë të jap diçka njerëzve nga ana ime, nga pjesa ime. Pavarësisht që kam qenë sportiste, kam filluar me violinë. Me çfarë sporti e marr? Unë kam qenë gjimnaste profesioniste. Këtë nuk e dija. Vërtet? Këtë detaj. Jo, është thënë disa herë. Po se rreshte së ushtruari? Po, ka një gjë. Gjimnastika të çon deri në një moshë. Dhe pastaj, si çdo sport, ka një moshë të caktuar. Ke qenë shumë e re kur ke marrë pjesë tek Miss Shqipëria apo jo? Kam qenë 20 vjeç kur kam marrë pjesë ke Miss Shqipëria. Ke Miss Albania, mos ke Miss Albania. Ashtu është quajtur. E guximshme kam përshtypjen për atë kohë, duke qenë se ishte një gjë e re, një gjë e një vendi që dilte me një mentalitet të fortë, që nuk lejonte shumë. Kishte riskun të mos kuptoheshe. Kishte riskun të mos kuptoheshe dhe neve të quheshim si femra të përdala në një mënyrë. Mirë po, jo, si duket Shqipëria pati nevojë për një ndryshim të tillë. Edhe ne jemi pritur shumë mirë. Po familja jote si e priti vendimin për të marrë ti pjesë? Por familja ime e ka mësuar shumë vonë. Vërtet. Vendimin tim. Babai e ka ditur, ose babai përthuaj se jo fare. Babai kur kam fituar, e ka marrë vesh. Ishte munduar ta shmangnin, atë ditë që është shfaqur Missi, atë ditë e ka parë. Në fakt nuk e di arsyen as sot pse ja kam shmangur babait, sepse kam një burr i cili nuk ka pasur probleme, ka një nivel të caktuar si kulturuar, nuk ka pasur mendje hapur, nuk mendoj që do të kishte bërë problem. Nuk e di. Po që sot nuk e di, të them pse nuk i kam thënë babit, edhe nuk e kuptoj pse si kam thënë babit, të drejtën. Të pyeti ma kam bërë shpesh, po ja tani që ma bëri ti, po mendohem pse si kam thënë babit. Po se pritja ai kur ti Sigurisht nuk reagoj keq. Dhe unë nuk i di pse nuk ja kam thënë. Kë patur kështu pjesë të këtij komploti kur more pjesë, kur vendoste? Jo, shoqet e mia. Mami, në përgjithësi unë kisha vendosur, jam një çik me personalitet të fortë, edhe i kisha vendosur disa gjëra të mia shumë herët në marrëdhënie me prindrit. Gjimnaste, isha një vajzë që dilja shpesh nga shtëpia, kundërt nga motra dhe
dy motrat e mia, të cilat përdonin të dilnin dhe mami si linte rinin të stepura dhe nuk bënin asgjë, kurse unë isha ajo rebelja e shtëpisë që kisha vendosur të bëja të ndiqja rrugën time, qoftë edhe pa dëgjuar me ca kosto tjera. Se sigurisht mos dëgjosh, mos respektosh prindit në ca momente të caktuara, është një kosto që unë e kisha marrë përsipër. Edhe kisha të vendosur, por mamaja ishte mësuar me mua, ndërkohë që kisha shumë besim. Kisha shumë besim ke personaliteti, ke fuqia ime dhe mendonte që rrugtimi im do të ishte i sigurt. Që nuk ishte një problem shumë i madh. Bëna më tregojnë çik, unë dua të di takimin e parë me Vera Graboskën, si e kujton? Po takimi i parë, shumë interesant takimi i parë me Verën. Se përpara se unë të futesha ke misi, një shoqja ime, shoqet e mia që munduan të më fusnin me zor, pasi unë nuk mendoja që isha aq e bukur për të futur një konkurs bukurie, nuk e kam pasur asnjëherë këtë vlerësim për veten. Më thonë ti je shumë e mirë, duhet futesh, e më regjistruan, nuk e di se çfarë, mirë, po rastisi që një komshiu i Verës, ti ishte në grupin shoqëror, edhe interesante, më thonë do të shkoj ke Vera. Edhe pyesin Verën, bën apo nuk bën? Kjo ka qenë biseda dhe shkoj ke Vera, mbaj mend kam pas një pantallona me lule, me shumë lule dhe një bluzë një ngjyrshe. Shkoj atje dhe hap derën Gravocka. Ashtu kinge siç është dhe sot e kësaj dite. Edhe pyetja ishte, turprohem po të marr pjesë? Se vetmja gjë që nuk doja të më ndodhte ishte që në qoftë të mos turprohesha, nuk doja të ndihesha keq në marrëdhënie me shumë vajza të bukura që unë shikoja për ditë nëpër Tiranë, Tirana është e mbushur me vajza të bukura. Më pajnë kështu. Shikon Vera ka një shikim. Nuk turprohesh, më tha mua, nuk e keq. Nuk e keq, në fakt doli që e fitove. Vera nuk më njihte, thjesht komshiu të saj nuk do të t'ja prishte, se dhe nuk kishte edhe kaq e zakonshme sa të shkoje në shtëpinë, të trokisin në shtëpinë e Verës, e Vera Graboskës, edhe ta takoje kaq shkollaj atë. Thonë që Vera në fakt është shumë e rrept. Është e vërtet? Në punën e saj, në projektet që ajo ka. Jo, fjala e rrept nuk i përshtatet Verës, sepse Vera nuk është e rrept. Vera është e saktë dhe është shumë korrekte. Nuk ndodh për shembull që në programe dhe në punën që kam me të 24 vjeçare, të ndroj një sekond në programi saj. Pra është shumë korekte. Po, ka raste për shembull që gjatë punës të ngri pak zërin ose tregohet në një çik. Po kush nuk e ngri zërin gjatë punës? Me ty ka ndodhur ndonjëherë që Vera të ta ngri zërin? Ka ndodhur, sigurisht që ka ndodhur, po unë kam një marrëdhënie shumë të mirë me të. Dhe tani neve e duam njëra tjetrën. Pra nuk kemi vetëm një marrëdhënie, një bashkëpunim pune, por kemi një marrëdhënie miqësore e cila rrjet prej shumë vitesh, pra që kur unë kam qenë 20 vjeç. E ruajte me Verën kontaktin që atëherë? Unë dhe Vera kemi qenë absolutisht të lidhura 24 vjet. Vërtet. Domethënë nuk ka humbur kontaktin për as edhe një rast. Vetëm një moment që ajo u shkëput për në Amerikë, edhe atje prapë i kam shkuar, kam bërë vizitë në shtëpi. Domethënë është një miqësi shumë e fortë e lidhur tashmë edhe. Ajo unë më pëlqen, kam Verën e kam një si busull. Domethënë do më pëlqente shumë të isha si ajo. Në disa këndvështrime, sigurisht se kam shumë respekt për veten dhe për atë që jam. Pa diskutim, por ka disa pika shumë të forta ajo si femër. Që do të më pëlqente ti kisha. Të shohim gjithmonë në formë. Si ka mundsi, kush është Chelsea? Tani këtë e thoni ju? Unë nuk di. Në të gjitha aspektet bona dukesh perfekte. Njerëzit të duan, njerëzit të vlerësojnë edhe vlerësojnë shumë edhe aspektin tënd të jashtëm, gjithmonë përkufizor, si me shumë finesë, si shumë elegante. Si ka mundsi që vazhdon të qëndrosh në formë për gjithë këto vite, duket sikur nuk kanë kaluar fare vitet për ty. Nuk është se bëj diçka, domethënë të qëllimt për të qenë këtu, jam korrekte me ushqimin, mundohem rutinat ditore që i ka çdo femër t'i bëj dhe unë. Nuk kam në një impenjim të veçantë për të qenë kështu siç jam. Kurse për sa i përket që njerëzit më duan, kjo ndoshta një tip si Valbona u pëlqen. Kjo është vetëm arsye se. Po, ndjen ti në far në thojza presioni që ti je gjithmonë e pashme për shkak të kurorës që mban? Sigurisht. Unë më ndodh për shembull kur shkoj ke motra ime në Prag, atje nuk lyhem. Vërtet. Atje nuk bëj absolutisht make-up dhe them, sa mirë që jam 2 javë dhe do lë fytyrën të lirë. Pavarësisht se unë në jetën e përditshme nuk është se bëj make-up të madh, nuk bëj as ton, kam diçka, do të thënë rimel
një linjë të zezë dhe jam shumë thjeshtë gjithmonë. Por gjithsesi është impenjim dhe ai. Shpeshherë kur s'kam kohë ta vë në shtëpi e bëj në makinë, rrugës për në punë, edhe kaq e thjeshtë është. Pra një gjë që mund të bëhet edhe në makinë duke i dhënë makinës. Ky është make-upi im ditor, edhe hiç nuk kam në një impenjim tjetër. Dua të jem e palyer, por për respekt të atyre që të publikut, atyre që më njohin, sigurisht nuk mund të dalë, se po të dalësh dhe fare pa tualet thonë, çaj ka ndodhur albumin, të filloni komentet, diçka nuk shkon, nuk është mirë. Ai do media dhe filloi live. Dhe do fillonin. Madje në Instagram kam nxjerrë një foto e cila është absolutisht e pastër, ujë dhe sapun. Me idenë që nuk është dhe kaq problem. Por sigurisht kur del jashtë ke një impenjim, dhe çdo njeri e ka, se nuk është Valbona, por çdo njeri e ka dhe është mirë ta kesh. Respekt ndaj vetes është tek e fundit. Më përmenden çik rrjetet sociale dhe e di që je goxha aktive aty dhe ke shumë ndjekës. Jam shumë pak aktive, nuk jam fare aktive. Po poston foto? Unë postoj një herë në 2 javë. Një herë në javë, do të thënë shumë rrallë mund të postoj foto. Dhe të ndjekin diku ke? Nuk e ke ide. Ty ta shohim. Ndoshta 120 e ca. Nuk i di tani numrat, nuk është se jam e fiksuar për të arritur këtë numër. Nuk bëj asnjë gjë që ky numër të rritet. Domethënë ka ardhur deri këtu. Nga regjia më thonë 128.000 ndjekës ka Shumë pak. Shumë pak. Po, Instagramin apo po themi rrjetet sociale. Unë nuk kam Facebook, Instagram e kam të hapur dhe arsyeja që është hapur Instagrami im ka qenë Alketa Vejsiu. Se më thoshte mua ti duhet ta hapësh Instagramin, thosha nuk e hap se nuk dua të merrem të bëj foto, nuk dua të impenjohem me këtë gjë. Edhe nuk më pyeti sigurisht e hapi dhe tha ky është Instagrami jote. Po kjo është një mënyrë që ti e shes si një mënyrë marketimi të vetes tënde, si një mënyrë jo të bonus. Unë jam shumë e kufizuar me postimet në jam një çik do të thënë nuk më pëlqen të postoj gjithçka. Sigurisht familjen time e kam mbajtur gjithmonë më janë, ajo nuk i takon. Pse ky vendim? Se në fakt nuk shohim asnjë foto të fëmijëve të tu, ndërkohë që personazhe të tjerë publike bëjnë këtë gjë, postojnë dhe një foto të fëmijëve, një foto të familjes. Pse ke vendosur të? Jo të gjithë e bëjnë në fakt personazhe. Jo të gjithë, absolutisht. Unë kam ca emra që edhe mund t'i them, megjithatë jo, është një zgjedhje personale absolutisht. Unë mendoj që jeta familjare është ajo që më takon mua. Vetëm mua. Të tjerat, jeta ime profesionale i takon të gjithëve. Tek e fundit unë jam një artiste, nëse mund ta them. Po gjithsesi një personazh i televizionit që gjithçka që ka të bëjë me punën time, pse jo do të shpërndahet. Por familja është një gjë shumë e shenjtë. Unë nuk dua ta cënoj. Dhe as të lë shkak për gjëra që kur të rriten fëmijët e mi le ta bëjnë çfarë të duan, nëse do të ketë interes ti marrin, le ti marrin në intervistat, ti bëjnë kopertinat, çfarë të duan bëjnë. Sa janë ke Valbona nuk dua që të dalin. Ndërkohë që edhe nga ana e tyre e rritjes, domethënë edhe mënyra se si ata duhet të rriten, unë nuk dua që ata të rriten me ndjesinë të qenurit të veçantë. Unë fëmijët e mi nuk do jenë të veçantë. Fëmijët e mi janë fëmijë si të gjithë të tjerët, duhet t'i arrisin gjërat me fuqitë e veta, të mësojnë, të vlerësojnë çfarë duhet vlerësuar, edhe të mos rrojnë me idenë që janë fëmijët e një prindi të famshëm. Edhe të marrë një koncept të gabuar, se fama është një peshë shumë e madhe, nuk është kaq kollaj të mbahet nga fëmijët vegjël, ne vetë edhe mezi e kontrollojmë. Dhe po të shikosh në botën e sotme ka dalë nga kontrolli kjo gjë, edhe njerëzit me një X fam që duket vetja sikur çfarë janë, dalldisen edhe bëjnë çuditëra. Nuk kam, domethënë ruaj kalamajt edhe nga fama. Është një gjë që s'duhet të rritet me ta. Për aspektin profesional do të flasim vetëm pas pak, do të flasim për Dance With Me, për momentin publicitet. Rikthehemi pra për të folur pak për Dance With Me tani, projekti ku ti vjen edhe për një sezon tjetër. Është sezoni 3, mos gaboj Dance With Me. Po. Po është në fakt një projekt shumë interesant. E shijon shumë kam përshtypjen përderisa rikthehesh edhe për një sezon tjetër. Në fakt nuk kanë dashur të më ndryshojnë. Edhe unë jam akoma ende atje, jo sepse e kam kërkuar, por sepse produksioni ka menduar që unë duhet të jem në atë vend, edhe për sa kohë nuk e di. Por kam përshtypje që ju pëlqen ideja që Valbona është në panelat. Valbona është ëmbla, është gol mjalta, thot fjalë të mira në fakt, të paktën kështu konsiderohesh nga të gjithë.
Po shiko Bonën. E para që bëhet fjalë për konkurrentë të cilët nuk janë profesionistë. Në atë të gjithë nga ata kanë profesione të ndryshme. Pra kërcimi nuk është profesioni i tyre. Atëherë unë nuk mund të jem e sert kur di që përpara meje nuk kam profesionist. Dhe gjykimi nuk do të ishte kur unë nuk e kam gjykimin se një profesionist sigurisht do ta kisha gjykuar shumë ndryshe. Dhe kam atje të drejtën për të qenë edhe e sert, për të qenë korrekte gjithmonë. Kurse në momentin që unë nuk kam të bëj me profesionist, për çfarë më duhet një gjykim kaq i thellë? Ne aty jemi për argëtimin, për ndërsinë. Bertit ja them shumë shpesh, po Bertit i pëlqen shumë të luaj. Në përgjithësi. Edhe është natyra e tij, unë dhe Berti jemi dy natyra komplet krejt të ndryshme. Shpeshherë macaron, dhe macaron realisht, por do të thënë nuk është që pjesa e polici mirë, polici keq, është pjesë e një skenari të menduar etj, është po mirë, shikon, në çdo produksion ka dhe gjëra të menduara në një farë mënyre, por normalisht ai roli i Bertit nuk mund t'i vijë e Valbonës. Pra i është vënë Berti sepse Berti e ka atë rol. Domethënë e bën më smiri. Dhe i është vënë ai rol. Që i qanë në fakt për ta qarë, por problemi është që me mua her pas here kemi konflikte. Berti është një djalë shumë i mirë, në jetën e përditshme kemi marrëdhënie shumë të mirë, por në her pas here përplasjet që juve shikoni në ekran janë reale, aty nuk ka një lojë. Aty nuk ka një lojë. Se kur ai fillon edhe me ca gjëra mua vërtet fillon edhe më mërziten një çik. Nuk ndodh shpesh në fakt që ti të irritohesh, por ndodhi një herë, ishte një diskutim mos gaboj, diçka në lidhje me një këngë greke që Renato këndoi. U irritove vërtet, edhe publiku reagoi. E para që nuk ka vend për diskutime të tilla. E dyta, arti nuk ka lidhje me këtë gjë, ndërkohë që Berti jeton në Bruksel. Edhe gjysmat e fjalëve kur i thot, i ka në gjuhë tuaja. Okej? Pyton, e se qenë sa gjëra që përdor shpesh. Në momentin kur ai u drejtua Renatos, unë pata një ndjesi jo pozitive, ndërkohë që si ishte vendi, nuk mendoj që është vendi. Megjithatë është këndvështrimi i Bertit, nuk dua prapë ta analizoj dhe ta paragjykoj tek e fundit. U pendove që reagove ashtu, që ngritë fazë? Pendove, unë nuk pendohem kur për gjërat që bëj. Nuk pendohem unë asnjëherë, sepse në qoftë se unë reagoj, pra është një gjë që më vjen shumë natyrshëm. Edhe gjërat që më vinë natyrshëm unë i respektoj. Sepse tek e fundit Valbona është edhe me problematikën e vet. Jam unë. Ose një moment më përpara kur ai u bëri llafe atij çiftit i cili kishte ndryshuar koreografin një natë përpara, ai bënte moral për një gjë që s'kishte lidhje në fakt. Por ai është këndvështrimi i tij. E lëm këtu diskutimin. Konkurrentët në fakt janë shumë të lezetshëm, çifte shumë të lezetshme janë përzgjedhur për këtë vit. Kush të duket më premtuesi? Pasnjëherë nuk e di deri në fund, se ka disa, për shembull Laura me Renaton janë shumë mirë. Alban Ramozaj me Borën janë shumë mirë. Jessica me Vikin janë shumë mirë. Janë mirë se në stile, në disiplina të ndryshme, kanë një fuqi dhe janë çuditërisht kur i shikon thua këta njerëz vërtet nuk kanë kërcyer, domethënë nuk kanë bërë asnjëherë dance, sepse janë shumë të aftë, janë të aftë. Edhe ky Besi me Arnitën. Zumi pasaj është një tjetër gjë, se nuk e ka fuqinë ke kërcimi, por e ka fuqinë ke interpretimi, ke atmosfera që sjell, me gjithë fjollën. Pra shiko, secili nga çiftet janë të veçantë. Kurse Nardi sigurisht vjen nga politika dhe ka një. Nuk e mendojnë që Nardi të bëj pjesë. E po ja fuqia e verës se solli Nardin atje dhe unë nuk mendoj që ka bërë gabim, sepse të shikosh një politikan në një këndvështrim njerëzor është shumë interesante. Kështu që kurse Greta është një vajzë e cila është në skenë, e mësuar me skenën dhe shumë konfidente. Por Nardi është akoma ri ngrirë, sa t'i dali dhe një qik. Do një qik se skena nuk është ka që thjesht. Bërat, kemi parë gjithmonë në projektet e Vera Grabockës, njerë ke patur dhe një emision të ndin me një mision shumë të bukur, si që ishte të ndihmoj njerëzit që ishin në nevojë. Në fakt ajo nuk ka qenë me Vera Grabockën, është i vetmi projekt që ka qenë jo në bashkëpunim me Verën, por ka qenë në bashkëpunim me Anima, me një agjenci që quhet Anima. Edhe projekt shumë interesant, më vjen keq që i mungon Shqipërisë. Do doja ta riktheje prapë? Do doja ta riktheja, është nga projektet më të bukura të jetës time. E ken plan konkret? Nuk e kam në plan sepse unë nuk jam producente. Do doja shumë që dikujt, një producenti, ti vinte dëshira për ta ribërë, sepse është një projekt shumë interesant dhe shumë njerëzor, ndërkohë që Shqipëria ka nevojë për projekte të tilla. Qoftë edhe për të dhënë mesazhe të forta në momentet që jemi, që vlerat kanë filluar tumbin edhe po zën vend në vlerat.
bashkë ky projekti që ti ke shijuar më tepër nga televizioni? Absolutisht, ky është një nga projektet më interesante të jetës time. Në një nga projektet ku kam përjetuar emocione shumë të forta. Është shumë i bukur, shumë i bukur. Do doja të rikthehesha, inshallah dikush e bën. Do të thënë, ky do dojet ishte emisioni që të bëje në një të ardhme, mendon veten si një prezantuese të mirëfillt me një emision tëndin? Aty nuk ka pasur prezantim. Aty ka pasur ndjesi, vërtetësi. Do të thënë, bona aty nuk në asnjë moment nuk e kam parë veten si prezantuese. Po do doje ta shihje ndonjëherë si prezantuese? Po pse jo? Po në projekte të tilla nuk ka vend për prezantuese. Në fakt. Ky është një projekt që nuk ka nevojë për prezantuese. Ky është një projekt që ka nevojë për njerëz që dinë të rinë afër. Po nëse do të bëje prezantimin, çfarë do doje të bëje një emision tëndin? Çfarë do kishe qenë? Kam disa plane, po do të ishin në fakt ajo që më kënaq dhe më vjen her pas here në mendime është diçka sociale. Dua të kap ca tema sociale, edhe pse janë bërë shumë, po nuk do të jenë të shumë të dhimbshme. Do mundohem të duket sikur e ke një diçka konkrete. Kam diçka në mendje, po të shoh. Bona si mami. Bona si mami, ti ke dy çuna dhe një gotë. Po, 3. I paç më jetë. Faleminderit. Bona si mami. Tash çfarë mund thotë njeriu për veten e vet? Çfarë them unë jam i. Shikoj, unë jam i mami pak e rrept. Oh, këtë vërtet. Djemt më shajnë. E shikoj që mërziten dhe thellë kur kthej kurrizin e thonë një fjalë, edhe u kthehemi dhe me di që po më shani, po s'ka problem. Më shani sot që leset më puthni. Pra më mirë sot që jem pak e sert, atë janë të vegjël, akoma të vegjël, 12 është i madhi, 9 i vogli, Lëvivjen dhe kështu që janë të vegjël akoma, por janë atë moshën kur sigurisht çdo gjë që unë ju jap që ka një vlerë shumë të madhe, jam një çik mami i sert. Do e definoja mami i sert, dashuria s'u mungon, ja u jap të gjithë dashurinë time të madhe, që është vetëm për ata, pa diskutim se kur bëhesh nën, ajo është jeta jote. Mirë po, di dhe të tërhiqem. Di dhe të tërhiqem, di të mbaj dhe qëndrim, di dhe t'i dënoj, her pas here, kur e meritojnë të dënohen, të ke fundit, ca rregulla dy t'i mësojnë. Çunat si kanë emrat? Deni dhe Kejni. Kush të ka lodhur në qik më shumë? Kush është më i prapi nga të dy? Të dy janë me personalitet. Se Vivien e Takova është një mrekulli, një dashuri shumë. Të dy janë me personalitet. Dhe unë e dashuroj personalitetin e tyre. Pra nuk do ta quaja që më mërzisin ose më lodhin, sepse është pjesë e karakterit të tyre dhe unë e dua e pëlqej këtë gjë. E pëlqej që ata kanë karakter që dinë të më kundërshtojnë, edhe pse shpeshherë do dojet mos ta bënin, por nuk është se i falenderoj kur më kundërshtojnë, por më pëlqen kështu thellë në veten time, them që më pëlqen se kanë personalitet. Dhe të dy kanë personalitet, janë shumë të ndryshëm nga njëri tjetri, po. Si Anvis, si je? Anvis. Po ti që unë jam një Anvis shumë e mirë? Po jam, shiko, unë jam rritur në një familje ku mamaja ka qenë e kujdesshme ta mësoj, të gatuajmë, të dimë të punojmë, të jemi të rregullta. Të gjitha këto gjëra unë i kam marrë që kur kam qenë fëmijë, që normalisht ato janë ca gjëra që unë sot i bëj fare thjesht, nuk kam asnjë problem. Jam një vajzë që di ta mbaj shtëpinë. Di dhe të gatuaj, di dhe të pres, di dhe të bëj darka, i di të bëj gjitha ato. Një vajzë tash, do të thënë një grua. Një vajzë, mbetet vajzë.